Kandidatët individual që morën pjesë në zgjedhjet e 11 majit nuk mund të kërkojnë në KQZ hapjen ekutive. Të drejtë kanë vetëm partitë politike. Vendimin e mori Kolegji Zgjedhor për ankesën e Ilir Ali Mehmetit. Komisioni i ankesave dhe sanksioneve kishte vendosur se Ali Mehmeti nuk mund të kërkojë rinumërim të votave, ndërsa këtë gjë e konfirmoi edhe trupa e përbërë nga 5 gjyqtarë të gjykatës administrative të apelit. Të njëjtë kolegji nuk pranoi as kërkesën e Aulon Kalasi, i cili përmes partisë Balli Kombëtar kishte kërkuar rinumërim të gjithë qarkut të Durrësit. Ky vendim erdhi për shkak se Kalaja nuk ishte kandidat i partisë Balli Kombëtar, por i koalicionit Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Vendosi pushimin e gjykimit çështjes me numër 11 regjistri themeltar datë 2/6/2025. Regjistri me paditës Partia Balli Kombëtar Demokrat për shkak të mungesës së legjitimitetit të paditësit. Pavarësisht kësaj, vendimarrja e qarku i Tiranës dhe ai i Firit do të rinumërohen të plota pas vendimit të KAS.